Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Denit, uroj të jeni mirë. Unë sapo kam dalë apo kam qenë në spital, të them kështu vuaj nga hernia diskale për e operuar 2 herë dhe prap kam probleme akoma. Dhe kjo është arsyeja që nuk ju kam lexuar. Të dashur temër, por për ju po fillojmë një javë kogja të bukur. Apo kogja të qartë, ta thosha, një kapitull ri është asi i gjetheve të dashur temër, që të fton të besosh të dashur temër në mundësi, në fillime të reja. Kjo është duke sjell një ide re, një shansa për një frymëzim që do të jap kurajo, është një energji e pastër që do t'ju ndihmoj në rritjen apo që po ju premton një mundësi, një alternativë. Prap kemi asin e dytë të dashur demër, dy esër në leximin e juaj me 6 letra që do thot kogja. Asi tjetër është asi lehthive, një dhuratë konkrete do ta quaja, një mundësi që mund të ketë të bëjë me financat, punën apo diçka materiale. Është një farë që sapo është mbjell dhe pret kujdes për të dhënë frutet e veta. Duket sikur fati po ju buzëqesh demër më në fund, duke duke i dhënë një mundësi të prekshme, duke u dhënë një mundësi të prekshme për të ecur përpara. Dhe gjithmonë pas kësaj, tani dua të ngelem mirë në këto. Unë me atë sa kam lexuar të paktën në leximet e mia, demi nuk më ka dalë fort mirë, jo fort rehat, dhe një periudhë të gjatë. Mund të kenë qenë arsye shumë, por që këtu sikur jeni duke keni filluar vërtet një kapitull të ri në jetën e juaj dhe ajo çfarë do ju sjell një lloj qëndrueshmërie, po ju premton atë çfarë keni dëshiruar apo ndruar, bluar nëpër kokë që tashmë një periudhë të gjatë. Dhe 6 këmbanës mu këtë e tregojnë, në shikoni ku jeni këtu, sigur keni kuptuar që nuk është vetëm për të dhënë, apo e kundërta, nuk është vetëm për të marrë. Sido që të jetë është reciproke, diçka këtu reciproke, më ke bërë do ta bëj, më ke dhënë do ta jap, më e gjendur do të gjindem. Tani po e marrëm kështu shembull jo fort ndoshta që ka të bëjë me situatën e juaj, por që diçka sigur e keni ta them gravuar në kokën e juaj që kështu të ndodh. Nuk ka më të jap aty ku nuk do marr, nuk ka më të ndihmoj pa u ndihmuar, apo në këtë një, kjo ka marrë kohë të gjatë, absolutisht. Kjo ka marrë kohë të gjatë, dhe keni kuptuar që në jeta nuk është vetëm për të dhënë, një situatë jetë mund të sjell një ndihmë, një kuptim, një energji që po kuptojnë dhe rrethi dhe universi ja bën me dije që nuk do jap më aty ku s'marr. Apo e kundërta, duhet të jap aty ku marr. Diçka është që po ju bën të kuptoni. Pra, ose po merrni ndihmë nga dikush ose po jepni ndihmë dikujt, që do sjell vërtet ato lajmet, atë sigurinë, atë stabilitetin që ka zgjatur ndoshta për ta kuptuar për ju, si qoftë në cilën do anë të jeni, që keni marrë shumë apo keni dhënë shumë. Dhe kjo sikur po lindë diçka e re dhe po afrohet hap pas hapi, edhe pse ka marrë një kohë të gjatë për ju të merrni një vendim të tillë, apo të pranoni, apo të ndryshoni këndvështrimin, apo sido që të jetë. Nuk kanë qenë gjërat e qarta dhe është e vështirë vërtet kur njeriu mësohet me njërin apo tjetrën. Është pak sa e vështirë të kalojmë, të kapërcejmë në të bëjmë ndryshe. Dhe sado që ketë qenë mjegull, sado që ketë patur paqartësi, iluzione, dhe ju kanë bërë gjëra të dyshoni. Është ai reflektimi që
të bën të kuptosh, të dëgjosh intuitën, jo vetëm mendjen. Shumë gjëra mund të mos jenë ashtu siç duken apo siç janë dukur, ndaj mos ta merri me vendime të nxituara pa e parë qartë të gjithë panoramën. Unë çfarë po shikoj duke filluar me këta 2 asër dhe mbaruar me botën, që do të thotë sjell përmbushje. Është si të arrish majën e një mali pas gjithë rrugës me mjegull, barë dhe pritje, vështirësi, si thash keni patur kogja, ka qenë një periudhë kogja e gjatë për të them, për të arritur këtu, sido dhe çfarëdo që keni bërë dhe për çfarëdo që është bërë, që situatë që ka të bëjë situata juaj është një përfundim i suksesshëm. Bota të tregon të dashur demër, një situatë që ka qenë e gjatë, e paqartë, më në fund arrin në një pikë përfundimtare dhe të jep ndjesinë e çlirimit, një përfundim, një gjëje me sukses, çfarëdo që të ketë qenë. Pra të dashur demër, kjo javë nis me fillime të reja, mundësi të prekshme që janë duke ofruar, dhurata, jetën ta keni vetë jetën në ndihmë nga të tjerët apo gjërat e papritura që do ju dalin si mundësi në jetën e juaj, mund të ketë absolutisht momente mjergulle, pasigurie apo konfuzioni që do ju testojnë pak sa durimin tënd, por në fund do të arrini përmbyllje të madhe dhe kupton se je shumë afër asaj apo në përmbyllje të asaj të atij qëllimi të juaj, të dashur demër. Do thot po fillojmë kogja bukur, sado që mund të ngecemi aty këtu, është do ju sjell një qartësi të madhe, një si se kam ditur. Është dashur kështu ta bëj në këtë mënyrë, të dashur demër.